Përshëndetje. A keni gjetur ndonjëherë veten në një situatë ku mund të bëni pyetjen vetes: pse një burr i martuar është xheloz me mua? Apo të jesh i martuar nuk ka të bëj fare me xhelozinë. Në realitet, meshkujt xheloz nuk janë gjithmonë të përfshirë në mënyrë romantike me ju. Ata mund të jenë thjesht miqtë tuaj. Xhelozia është një emocion i vështirë dhe mund të hedhë hije mbi çdo marrëdhënie. Është e vështirë sepse në shumicën e rasteve burrat mund të mos e dinë pse ndihen kështu. Megjithatë, meshkujt bëhen xheloz dhe nëse nuk janë bashkëshorti apo partneri juaj. Nga një përqafim i rastësishëm, te një buzëqeshje e padëmshme, nga një prekje miqësore, nga një çmim i pafajshëm i një shikimi, e deri në çështje serioze si pasja e një karriere magjepse dhe një pozicion i lakmuar shoqëror, secila prej këtyre mund i kthej burrat në përbindësha me sy jeshil. Një pjesë e kësaj karakteristike rrjedh nga fakti se meshkujt konsiderohen më konkurrues territorial dhe më mbrojtës nga natyra. Nëse keni pasur ndonjëherë një rast klasik të ai është xheloz por nuk është miku im, reagimet e burrit në fjalë mund të jenë vërtet konfuze. Ai mund të ketë ndjenja për ju, por ai nuk e njeh veten. Mund të jetë shoku juaj i fëmirisë, por ai merr një rrogë më të madhe. Ai thjesht mund të urrejë mënyrën se si i kthejnë kokat kur ju hyni në një sallë apo në një zyrë. Pra, pyetja nuk hiqet nga mendja, pse burrat janë xheloz? Le të përpiqemi të zbulojmë sa më poshtë. Por kjo ndodh për disa arsye. Nëse një mashkull bëhet xheloz, a ka ai ndjenja për ju? Ndodh që ai është xheloz, por nuk dëshiron një lidhje. Ndoshta keni një koleg apo një të njohur që është xheloz për ju që dilni me meshkujt e tjerë. Kjo mund të jetë sepse ai po ju ushqen i pasigurt ose i irrituar nga suksesi juaj. Mund të ketë shumë arsye pse ai është xheloz. Meshkujt xheloz janë të prirur ndaj sjelljeve të tilla sepse shumica e tyre nuk dinë të trajtojnë xhelozinë në një lidhje apo edhe në përgjithësi. Mund të jenë të vështirë për ta kuptojnë se çfarë po ndodh në kokën e tyre, prandaj është një pozicion mjaft i vështirë dhe rrënqethës për një grua. Për të përballur më mirë situatën, duhet të kuptoni shenjat e xhelozisë. Nëse ju mundojnë mendime të tilla si ai është xheloz, por ai nuk është miku im, ose pse një burr i martuar është xheloz që unë takohem me dikë tjetër, në vazhdim mund do të rendis një listë me 6 arsye më të zakonshme që një burr është xheloz ndaj një gruaje. E para, kur meshkujt bien në dashuri, bëhen xheloz. Ironikisht, dashuria është shkaku më i zakonshëm i xhelozisë për meshkujt. Shumica e meshkujve kanë vështirësi të pranojnë interesin e partneres së tyre të mundshme për të tjerët dhe ndërveprimet e tyre me ta. Kjo xhelozi vjen nga dashuria dhe mund të jetë disi e ëmbël dhe e shëndetshme. Zilia që buron këtu ka 2 arsye. Frika e humbjes së gruas, që mund të dojë dikë tjetër, dhe instikti i pronarit. Meshkujt zakonisht janë mbrojtës dhe posedues ndaj grave që duan ose kanë ndjenja për to. Edhe nëse nuk jeni të përkushtuar ndaj një djaloshi, ai mund të bëhet xheloz për shkak të gjitha shikimeve që ju merrni kur hyni në një klas, në një sallë, në një dom, diku ta quajmë. Pra, herën tjetër, që do të mendoni pse është xheloz ai, ndoshta është për shkak se ai ju do dhe mundësia që dikush tjetër t'ju fitojë e bën atë të çmendet. E dyta, për shkak të pasigurisë. Burrat xheloz shpesh duan që gratë e tyre të jenë të disponueshme vetëm për ta. Ata nuk duan t'i ndajnë partneret e tyre me askënd, përfshirë familjen dhe miqtë e tyre. Një burr i tillë beson se shoqërimi i gruas së tij me të tjerë mund ta bëjë atë të kthehen
kundra ti. Prandaj, ai e shikon atë veçanërisht për ndërveprimet e saj me meshkuj të tjerë, me burra të tjerë. Në këtë mënyrë, ai ruan fuqinë për të vendosur kufizimin ndaj saj, si dhe për të kontrolluar se me kë dhe ku shkon dhe me kë shoqërohet. Përveç se një nga shembujt tipik të patriarkalizmit në jetën e përditshme është dhe mënyra e tij për të përballur me pasigurinë e tij. Dhe nëse keni një rast klasik të ai është xheloz, por ai nuk është miku im, arsyeja mund të jetë se ai është i pasigurt që ju të afroheni më shumë me një djalë tjetër se sa me të. Ose ai thjesht mund të ketë ndjenja për ju dhe ju nuk e dini ende. Në fund të fundit, nëse vëreni shenjat e një burri xheloz, do të vini re dhe shenja pasigurie tek ai. E thënë kështu, pasiguria funksionon edhe në një mënyrë tjetër, kur burri ndihet sikur nuk është mjaftueshëm i mirë. Ai mund të mendojë se arsyeja pse po dilni me burra të tjerë është se ju nuk mendoni se ai është i denjë për ju. Nëse është kështu, siguroni që të flisni me të, edhe të pastroni ajrin, të themi. E treta, dyshimi në vetvete është një shkas i zakonshëm për xhelozinë. Ankthi dhe frika krijojnë vetë dyshim. Nëse një burr ndihet i pambrojtur në marrëdhënie, ai mund të fillojë të veprojë në një mënyrë akuzuese për të izoluar veten nga çdo mundësi për të lënduar. Kur një mashkull mendon se mund të bëhet i pafuqishëm në një lidhje, faqson gruan për shumë gjëra. Ai mund të jetë xheloz dhe kur nuk dëshiron një lidhje ekskluzive. Xhelozia e shëndetshme që ai shfaq shpesh mund të jetë një projekcion i shqetësimit të tij për besimin në marrëdhënie. Meshkujt xheloz zakonisht i akuzojnë femrat për pretendime të pabazuara ose ato tërhiqen dhe u kushtojnë vëmendje meshkujve të tjerë. Një sjellje e tillë në përgjithësi rrjedh nga vetëdyshimi. Dyshimi për veten që ai projekton tek ju mund të përfundojë duke dëmtuar çdo lloj marrëdhënie që mund të keni me të. Për shembull, nëse ai është gjithmonë i shqetësuar se sa besnike jeni ose mund të mos u besoj, ai gjithashtu do të gjej arsye për të qëndruar i mërzitur me ju. Dhe nëse e keni gjetur ndonjëherë veten duke thënë ai është xheloz, por nuk dëshiron një lidhje ndaj dikujt. Pra, ju keni një burr në duart tuaja që është jashtëzakonisht i hutuar për atë që dëshiron. E katërta, burrat xheloz kanë vetbesim të ulët. Pse meshkujt janë posesiv në dashurinë e tyre? Pra, nëse jeni duke kërkuar për shenja se një burr është xheloz ndaj një gruaje, çështja e vetëvlerësimit është padyshim njëra prej tyre. Nëse një burr nuk mund të pranojë veten ashtu si është, bëhet e vështirë të kuptohet se dikush tjetër do ta pranonte. Prandaj, burrat me vetbesim të ulët shpesh nuk mund të kuptojnë pse gratë e tyre do të zgjidhin të ishin me ta, sepse mendojnë se nuk janë të denjë për dashuri. Në fund të fundit, kjo krijon një komplot në mendjen e burrit xheloz, i cili fillon të besojë se gruaja e tij po planifikon ta lërë atë sepse e konsideron të padenjë për dashurinë e tij. Në një skenar të tillë, pavarësisht se çfarë thot apo bën gruaja, shihet si një akt tradhtie nga burri. Në kokën e tij, ajo përforcon besimin se ajo dëshiron ta lërë atë për dikë që në dukje është më i mirë se ai. E pesta, njerëzit xheloz kanë nevojë për vërtetim nga të tjerët. Nëse pyetjet si pse ai është xheloz, ose ai është xheloz por nuk dëshiron një lidhje, dhe pse po e bën këtë gjë, besoj se ju kanë ngatruar, po nevoja e tij për vërtetim mund të jetë përgjigjja. Kjo nevojë për vërtetim nga të tjerët bëhet urgjente tek një person me një ndjenjë të ulët vetë vlerësimi, sepse ata luftojnë për vetë pranim, ku lihet pa kontroll i hap derën xhelozisë. Nëse jeni në një lidhje me një burr me vetbesim të ulët, ai patjetër do të dëshironte një afirmim të vazhdueshëm nga ju,
do të doj disa erë në ditë që ju t'i thoni se e doni. Këtë duan ata. Po ta bëni këtë, jeni në rregull me ta. Ai dëshiron që ju ta pranoni, ta doni dhe të jeni pranë tij në çdo çast. Ky kërkim për vërtetim e bën atë xheloz dhe detyron të besoj se gruaja që do, herët avon do ta braktisë. Me kalimin e kohës, kjo rezulton të jetë mjaft e lodhshme emocionalisht për një grua. Xhelozia e vazhdueshme mund ta largojë atë nga ajo. Kështu që ai duhet të gjejë mënyra për të mbajtur nën kontroll sjelljen e tij prej xhelosi. E gjashta, karriera e suksesshme e saj e acaron atë. Tashmë ndoshta e dini përgjigjen e pyetjes, a bën burrat xheloz kur të tjerët ju shikojnë? Por mund të pyesni veten, pse shoku juaj platonik, i dashur platonik, është xheloz për ju? Përgjigjja mund të qëndrojë në suksesin tuaj profesional. Ky është një nga ata shembuj klasik të patriarkatit në jetën e përditshme. Është një nga shenjat më të zakonshme dhe më të dukshme që një mashkull është xheloz ndaj një femre. Promovimi i një gruaje mund të shqetësojë një mashkull më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Në lojë këtu hyn stereotipi patriarkal, se një grua që ja del me punë duhet të flej me shefin. Ky dyshim nuk kufizohet vetëm tek burri në jetën e kësaj gruaje, por shtrihet edhe tek kolegët e saj, me meshkujt dhe femrat të tjerë xheloz. Ndërtimi i një karriere të suksesshme shpesh përfshin punën deri në orët e vona të natës dhe mjaft shpesh udhëtime me shefin ndër të tjera. E gjithë kjo i bën disa burra të besojnë se gruaja flën me shefin e saj, prandaj rritja e lartë dhe një vlerësim më i lartë i bën ata të çmenden fare. Pra, a bën meshkuj xheloz? Me sa duket, nuk duhet shumë për t'i bërë xheloz. Edhe pse është një shenjë natyrshme, mund të jetë rrezikshme ose të ketë efekte negative në jetën tuaj nëse del jashtë kontrollit. Mund të jetë e vështirë të përballosh veprimet e një personi xheloz. Një nga mënyrat më të mira për të marrë me këtë është të keni një bisedë të hapur, të sinqertë për mënyrën se si sjellja e tij xheloze ju bën të ndjeni. Nëse kjo ndikon negativisht tek ju dhe ata përreth jush, siguroni që ai ta di këtë sa më pastër dhe sa më mirë. Është normale të ndihesh xheloz dhe shumë janë në gjendje ta përballojnë gjithashtu. Megjithatë, shumë herë xhelozia lind nga një mentalitet patriarkal ose nga disa çështje të rrënjosura thellë mendore dhe emocionale. Të përballesh me një mashkull të tillë mund të jetë një përvojë mjaft e pakëndshme. Ndaj duhet ta bësh të qartë se nuk do ta tolerosh xhelozinë e tij nëse kjo bën të ndihesh në siklet. Miq, këto do të thosha në këtë video. Nëse ju pëlqeu, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të parë videot e reja që unë hedh në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër. Mirë takofshi.